Falëndërhyrjes në kohë të forcave të policisë u bë e mundur që të shpëtojë një vajzë mitur e marrë penga kushëriri babait të saj me probleme vendore. Ky është momenti kur policia e Durrësit ndroi në banesën e 46 vjeçarit Arben Kabashi, i cili me një thik në dorë kërcënonte jetën e një 11 vjeçari. Pas disa orë negociatash, grupi Reneas përdori gazin neuroparalizues duke prangosur Kabashi. Baba i vajzës, i tronditur nga çfarë ka ndodhur, rrëfen se e bia është mirë, pavarësisht tronditjes psikologjike të pësuar. Vajzën ne e kemi shpërtu për, kur i thonë me fjalë varfër, për iqimet flokut e kemi shpërtu, që shklym zgarën e penxerës, zgarën e hekrit, u vot goca poshtë, e mora vajzën edhe, ka qenë shumë e tronditme, edhe direkt e ka marrë tezja vetë, ka ndarë 2 psikiatrët. Ai tregoi se është njoftuar nga vajza e madhe për çfarë ka ngjarë në shtëpinë e tij. Ka lajmëruar goca madhe, ka lajmëruar tezën e vet. Edhe ata morën në telefon dhe më lajmëruan. Kur ka ardhur në shtëpi, ai s'ka qenë me thik. Goca madhe, për fat se mund të kishte marrë gocën e madhe, ka qenë në banjë, sa është ngrit nga gjumi, se ka qenë ora 6:25 i mjesit. Ka marrë këtë tjetrën të voglën, pastaj gjithë kohës që kam ardhur, kam pa ngjarje në sytë e mi, ka qenë dhe policia këtu, ka qenë gjithmonë me thik në dorë. Por nuk e ka për herë të parë këtë, se është hera 3 që merr njerëz peng. Ka marrë motrën e vet me vajzën, herën e parë, herën e dytë ka marrë djalin e një miku të vllajt vet, hera 3 ndodhi me vajzën time. Sipas policisë, 46 vjeçari kishte hyrë në banesën e 11 vjeçares, që ndodhej së bashku me 2 motrat e tjera të mitura, teksa rrëmbimin e kreu pasi u sigurua se prindrit e vajzave kishin shkuar në punë.